Nuk i vjetër. Edhe nuk i vjetër. Ne qa kimi na kalzu në esen. Ma ka dalë shumë. Qa kimi na tregu diçka për albumin Testament. Testament. Qa me ju tregu? Që shkon deri te që titulli i emrimi i albumit. Titulli, tu e menu ashtu se bona një pauzë ko gjëtë gotë dhe se desha po këthejnë muzika ju, edhe tu e menu dhe tu e projektu si po thuj se të fundit të karierës, mas ne jo merë që jam në testament. Thash të lo trashëgimi. Aja ki lon Testament këtu me repistave të rija. Jo veç repistave. Kjo është dikon 30-31 vjetë karierë, do me thonë, gjithë shka që kom kriju gjatë karierës tem, me konsiderej si diçka të vlefshme sa i përket muzikës hip-hop shqip, në qatë formë, komplet karriera jam, komplet krijim të rija jam, është një farë lloj trashëgimi. Qa po që të gane qa po? Besnik, tash unë e du me fol pak. Se ti ku ti ki që shdo të ngjofshëm, kur së m'len me fol. Po ju dhe se më duke të din që, po edhe për mësë të mos kur jenë kolegë, muzikonta, këngëtar. E ti, ka shumë qepë, po dhe shumë të shush habit nga që jemë edhe në emision. Po ma një Allah që do një zgjerojna. Besnik, qa dalën albumin e fundit për albumit parë që e ki bo? Dalën shumë. Moshën. Janë 30 vjetë në pyetje. Më thonë, pikpamja komplet ndaj jetës është e ndryshme dhe eksperiencat e përditshme të jetës janë ndryshme. Unë jam në tekstet e mia dhe në këngët e mia jam gjithmonë pothuajse 95% jam me përjetime të mia të shkruar, kështu që dallimi është flagrant. S'po di çfarë më thon në mënyra e këshillave që i dho tash, mënyra që i kom shkru tekstet, përjetimet që i kam janë këtë ndryshme me një djallë 19 vjeçar që kur e kom bo albumin e parë, domethënë. S'ke mujt me thonë një muki jetër kur i ke pas 19 vjetë. Normal. Tash e të qëtë. Na jem klëshim maqëm. E vërtet. Tjetër shka, Santi? Gjësë shka thonë. Hajde, veç jepi. Edhe përgjigjet do mi thonë kë. është më mirë me bo hip-hop për qef, a për pare? Po mas jatë që në unë me zanë për ku koma një se i thotë. Për qef që shpë dhuti, për qef. Për qef, unë jam gjakovore, për qef. Pare që në edhe të mira dhe të nevojshme dhe pa to s'po mujna me bo kur gja. Po unë s'kom bo pjesën artistike dhe hip-hopin se kom bo për pare kur. Që kjo konë zgjedhja jam njetë që kom thonë s'du me konë i më varën që me bo diçka që s'u pëlqen mu. Së është të thonë që gjithmonë ja kom qëllu kom bo diçka të mirë, po të paktën unë jam konë i knasën gjithë me qa kom prodhu.